Mi mbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Pusho Shqiptarçe. Shpresoj që të keni udhëtuar duke pasur parasysh guidat tona dhe të mos keni mbetur të zhgënjyer, por përkundrazi na keni falenderuar bile për guidat fantastike që ne referojmë prej shumë kohësh në emisionin Pusho Shqiptarçe. Nëse kujtoni, një javë më përpara ne dham një udhëtim mrekullueshëm në Përmet. Ishte një udhëtim Brest-Lënës ku mes të tjerave sodhëm dhe glikotë e Përmetit, pa llogaritur dhe ndalesën tek rrugë e Këlqyrës. Dhe nga Përmeti kësaj radhe do të ndjekim një guid tjetër, duke qenë se 110 kilometra rrugë e asfaltuar në rikonstruksion e sipër e kanë bërë jashtëzakonisht mirë të tepërshkueshme nga Përmeti për të shkuar në Korçë, bën shumë lehtësisht pavarësisht të kthesave të pafundme, por është bukur kur udhtojmë brenda për brenda bashkisë së Ersekës. Pasi kjo bashki duket sikur është lënë disi mënjan në preferencave tona dhe pak a shumë kemi mbetur te të njëjtat guida. Ne do t'ju sugjeronim me emisionin Pusho Shqiptarçe një guid që vjon nga Përmeti dhe deri në Korçë. Kështu do të kaloni patjetër në bashkinë Ersek. Po ku jemi ndalur në bashkinë Ersek? Farmasotira besoj të ta keni dëgjuar, megjithëse lajmet e fundit tregojnë për një incident që ka ndodhur në këtë farm, një djegje e pjeshme që i është bërë këtij agroturizmi. Ne urojmë që ta kenë zgjidhur problemin ose të paktën të jenë lehtësuar disi nga dëmi i madh që kanë pësuar. Megjithatë, ne kemi qenë atje para se të ndodhte ky incident dhe duam të sjellim imazhet e mrekullueshme të cilat edhe sot janë dhe ajo djegje e pjeshme që është bërë farmasotirës të jetë rikuperuar, pra mbetet pak a shumë njëjti imazh si ai që sjellim në emisionin Pusho Shqiptarçe. Dhe nga farmasotira, ndalesa e radhës do të jetë në qytetin e Serenatave në Korçën e bukur me historikun dhe turizmin e saj. Korça është e magjishme dhe ne shkodranët e dim fare mirë këtë, pasi agjensitë turistike vazhdimisht nuk ndalen me guidat e tyre që i çojnë në të gjithë ata që duan natyrën dhe që duan të eksplorojnë dhe që të vizitojnë sidomos rrugën shqiptar, nuk ndalen duke i çuar shkodranët në Korçë. Vlen kjo edhe ana sjelltas, megjithëse duhet thënë që shkodranët janë pak më shumë që vizitojnë Korçën. Edhe ai rivaliteti në thojza midis Korçës dhe Shkodrës se kush ka turizëm më të mirë, unë mendoj se janë dy qytete elitare për të zhvilluar turizëm, prandaj kjo marrëdhënie e mirë dhe e shkëlqyer midis dy qyteteve të vijoj, duke frekuentuar njëri tjetrin dhe duke zbuluar gjithnjë dhe më tepër gjëra të reja. Sa herë që shkojmë në Korçë, një pjesë e agjensive kanë problem akomodimin, sepse nëse janë grupe të mëdha, ku do qëndrojmë? Do qëndrojmë një pjesë këtu dhe një pjesë diku tjetër. Pasi Korça e bukur është, por turizmi e gjeti të paprgatitur në aspektin e hotelerisë. Pra një bum i madh turizmi që pësoi Korça para pak diteve dhe duket sikur kjo është zgjidhur për të gjithë ata që mendojnë ta vizitojnë Korçën, sidomos edhe tani në vjesht. Festat e nëntorit janë përpara, pa llogaritur edhe dhjetori që është i mrekullueshëm dhe i magjishëm në Korçë. Prandaj do e sugjeronim edhe zgjidhjet që i kemi dhënë të ndiqen nga gjithë teleshikuesit dhe të mendohet ndryshe për vizitën në Korçë. Dhe nga Korça tani të shkosh deri në Korçë dhe të mos shkosh në Voskopoj, kjo do të ishte e patolerueshme, prandaj ju sugjerojmë që ashtu si ne, që kemi bërë një vizitë në qytetin e Korçës, kemi vijuar më pas edhe për në Voskopoj, një pikë turistike e jashtëzakonshme. Voskopoja është e bukur të vizitohet tani, sepse nëse shkojmë në Verë dhe gjejmë një fluks vizitorësh, tashmë ky fluks ka rënë. Megjithatë, është e bukur në vjeshtë Voskopoja, është një qytet i qetë, i ngurtë, punimet vijojnë, ka dhe historikun të objektet e kultit që do të tërheqin vëmendjen tuaj, prandaj planifikojeni. Nëse shkoni në Korçë, patjetër edhe në Voskopoj. Këto janë ndalesat tona, ka ndalesa edhe më interesante për gjatë këtij segmenti dhe unë jam shumë e sigurt se ju do të sugjeroni dhe të tjerat, por ne ofrojmë këto me udhimin që kemi realizuar. Ndjekim të reportazh që kemi përgatitur dhe qëndrojmë në studio, pasi në pjesën e dytë të emisionit do të kemi mundësi të prezantojmë një aktivitet shumë të rëndësishëm të lojrave popullore fest. E tiksa kemi lënë pas qytetin e Përmetit me bukuritë e tij falë rikonstruksionit që i është bërë rrugës Përmet-Korçë, zgjodhëm ta përshkonim gjatësinë rreth 110 kilometra duke bërë fillimisht një ndalesë në Farmasotira, në bashkinë e Ersekës. Farmasotira është një vend pushim rural në jug të Shqipërisë, e vendosur në rezervatin Gërmej-Shelegur. Ajo është një fermë dhe agroturizëm perfekt për ata që kërkojnë relaksim, qetësi dhe heshtje.
Në një lartësi prej 1000 metrash para nivelit të detit, ky vend pushim familjar, i rrethuar nga liçene, male dhe pyje, ku jetojnë arinj, uqër dhe derat e egër, është një perle vërtet. Ne vizituam atë vetëm për pak qaste, ku shijuam një lëng të freskët, pije tradicionale e nxjerr nga bimësia këtu. Ndërkohë turistët, kryesisht ata francezë, dominojnë në këtë vend. Si vendodhje, Farma Sotira shtrihet në rrugën midis Përmetit dhe Korçës, larg plazheve të mbushura me njerëz të Adriatikut dhe Jonit. Ky rajon i nënvlerësuar shqiptar, rreth 15 kilometra nga kufiri grek, është një mrekulli natyrore. Do gjeni një vend pushim ekologjik me struktura druri. Menaxhohet nga Jonida dhe Jetoni, një çift që e themeluan këtë vend në vitin 1998. Një vend ku heshtja, qetësia dhe respekti për natyrën takohen dhe përzihen në mënyrë të përkryer. Restoranti lokal ofron një menu sezonale me prodhime të freskëta nga ferma. I rrethuar nga një pellg me peshk, ky është vend ideal për të shijuar specialitete lokale, ndërsa relaksoheni me timujt e ujit dhe natyrës. Do ju sugjeronim të porositni trofë lokale, byrek tradicional me spinaq dhe djath ose qumësh dhe sallatë freskët. Gjithçka është aq e shijshme sa duket. Këtu janë kujdesur edhe për krimin e një këndi me bimë medicinale, të cilat fare mirë mund të shërbenin edhe si dhurata të vogla për miqt që ju presin në vendet ku jetoni. Në Farma Sotira mund të zgjidhni midis një game aktivitetesh të ndryshme, si ekskursione me kuaj, ecje në natyrë, not në pishinën e mbushur me ujë burimi dhe ciklizëm. Eksploroni zonën përreth dhe arrini në banjo termale të Sarandopolos, një parajse vërtet natyrore disa kilometra larg fermës. Gjithashtu, Farma Sotira është vendi i parë në të gjithë Shqipërinë që ofron kurse apiterapie nga prilli deri në shtator. Kjo praktikë shëruese bazohet në një sër trajtimesh që synojnë të rikuperojnë shëndetin fizik dhe mendor me produktet e mbledhura, transformuara dhe të sekretuara nga bletët. Udhimi ynë është bërë para se ferma të bësonte një djegje të pjesshme të saj. Shpresojmë që gjërat tashmë të jenë rikuperuar dhe aktiviteti i farmës të vijojë normalisht, pasi konsiderohet një ndër vendet kryesore në Ersek. Me përfundimin e rrugës në atë zonë ka nisur të lulëzojnë edhe shumë agroturizme të tjera, gjë që e bën atraktive këtë pjesë të bukur të Shqipërisë. Ndalesën e radhës do e bëjmë në qytetin e Serenatave në Korçë, aq shumë të dashur nga vizitorët, me syre dhe mjaft shkodran. Pak historik për këtë qytet elitar të turizmit shqiptar. Ndonë se qyteti Korçës është themeluar këto 5 apo 6 shekujt e fundit. Zona e Korçës është një nga vendet e Evropës juglindore që është banuar më herët. Gërmimet kanë nxjerrë në dritë vare dhe fortifikime ilire. Në vitin 1440 osmanët pushtuan zonën e Korçës. Qyteti modern u formua në shekullin e 15 kur Ilyas Bey Mirahori e zhvilloi Korçën sipas urdhrit të Sultan Mehmetit II. Por xhamia ishte ndërtimi i parë i Ilyas Bey Mirahorit, sepse përreth lulëzoi pazari i vjetër i Korçës. Qyteti nisi të lulëzoi pas bastisjes së Voskopojës nga trupat e Ali Pash Thepelenës në vitin 1788. Ndërmjet viteve 1769-89 në Korçë erdhën shumë familje voskopojare, të cilat i dhanë qytetit pak nga lavdia e Voskopojës. Në vitin 1783, qyteti u bë pjesë e pashallëkut të Ali Pash Thepelenës. Gjatë shekullit të 19 dhe fillimit të shekullit të 20, Korça u bë qendër e rëndësishme e rilindjes kombëtare. Kështu, në vitin 1887 u hap shkolla e parë fillore në gjuhën shqipe nga organizata Drita, ndërsa po në Korçë, në vitin 1891 u hap shkolla e parë për vajza nga familja Qiriazi.
Duke i qëndruar në pushtimin fashist dhe nazist, qyteti u bë një qendër e rëndësishme e rezistencës komuniste. Themelimi i Partisë Komuniste u shpall zyrtarisht në Korçë në vitin 1941. Me vendosjen e sistemit komunist të pashlirimit, u ndoq një politikë diskriminuese ndaj të pasurve dhe kundërshtarëve politik. Kështu më njëherë pas luftës, një valë e re emigracioni u shpërngul për në komunitetin e shqiptaro-amerikanëve në Boston. Korça është një nyje e rëndësishme për transportin shqiptar. Qyteti ndodhet 181 kilometra larg kryeqytetit. Aksi rrugor Tiranë-Korçë është pothuajse tërësisht i rindërtuar dhe ka një largësi kohore rreth 3 orë me makinë. Korça shërben edhe si një pikë lidhje me zonën jugore të Shqipërisë. Nëse vjen në Korçë për të bërë turizëm, me siguri pazarin e vjetër të Korçës është vendi që po pret me padurim ta shohësh. Pazari i Korçës është një monument i trashëgimisë kulturore në Bashkinë e Korçës. Pazari përfshin 33 blloqe dyqanesh ose 150 të tilla. Fillimisht dyqanet ishin të ndërtuara me terasa, por më pas tregtarët filluan të përforconin ndërtesat. Në pazar gjendeshin 16 hane, sot qëndrojnë në këmbë vetëm 4 prej tyre. Në pazar tregtoheshin mallrat nga Greqia, Turqia, Venediku, Trieste e të tjerë. Aty gjehet çdo gjë që nga prodhimet blegtorale e deri te bizhut e shtrenjta. Ndërtesat janë një ansambël arkitekturor, të cilat parcelizohen ndërmjet tyre nga rrugët e shtruara me kaldrën. Objektet janë 2 katëshe dhe shumica e tyre edhe me bodrum. Ndërtesat kanë gati një stil ndërtimi. Dritaret janë të gjata dhe të ngushta, e të veshura me kangjella metalike. Lartësia mesatare e objekteve të pazarit është rreth 8 metra. Sot pazari është i mbushur me vizitorë. Mund të zgjedhësh orët e paradites apo dhe të mbrëmjes për ta vizituar atë. Duket sikur një miqësi e menjëhershme vendoset këtu mes të panjohurve. Ndodh që aty të kalojnë edhe muzikantë me një filharmonik e të dehesh nga tingujt e serenatave. Ata që kanë qenë këtu e kanë provuar këtë ndjesi, kurse të tjerët duhet të vinë vetë ta shijojnë. Korça ofron turizëm për të gjitha kategoritë e vizitorëve. Nëse agjensitë deri dje kanë hasur vështirësi me akomodimin, pasi mungojnë hotelet me kapacitete të mëdha, ne do t'ju sugjeronim njërin prej tyre, i cili jo vetëm ofron shërbimet mjaft të mira, cilësi, por është dhe shumë ekonomik. Nëse jeni grup i madh e thëndryshe, e keni problemin të zgjedhur. Mund të qëndroni në hotel Alysa dhe jo të shpërndaheni në 2 apo 4 vende të ndryshme. Shumë kënaqësi të vish në hotel Alysa, është shumë afër qendrës në Korçë, edhe shohim që ka një fluks të madh që nga momenti që kemi ardhur, jo vetëm thjesht prezenca e autobusit që është tu, po vizitorët e shumë që ka. Nuk e di nëse ky hotel këtë kapacitet dhe këtë fluks pune ka gjithmonë. Ju falenderojmë ju për mirëseardhjen në hotelin ton. Siç edhe ju e keni shikuar, domethënë që vihet të re, kjo është mikpritja e korçarëve dhe jo vetëm e vizitorëve vendas, po dhe atyre të huaj, dhe realisht një hotel familjar që mirëpresin vizitorë nga e gjithë bota dhe Shqipëria. Kjo rutinë është pothuajse çdo ditë. Okej, ju tha që keni vizitorë nga Shqipëria. Ka dhe jashtë Shqipërisë vizitorë që vinë nga vendet fqinja apo dhe më larg? Po, kemi vizitorë që na vizitojnë shumë të huaj nga Franca, nga Gjermania, nga Greqia gjithashtu, sepse jemi vend kufitar, por dhe jo vetëm. Ju vendosët të parët francezët, sepse edhe kur ishim te pazari vjetër mbrëm dëgjuam shumë frëngjisht. Mos është një risi ardhja e francezëve këtë vit apo kështu ka qenë gjithmonë? Ky vit mund ta quajmë një risi të francezëve në qytetin e Korçës. Korça quhet si një Paris i vogël apo jo? Si duket kjo ka shkuar atraksioni që edhe i ka sjell francezët tek Parisi i dytë i vogël i Shqipërisë. Ndalim pak se vizitorë që vinë nga Shkodra. Kuptohet është shtuar, sidomos mbas Covidit 2019, fluksi i të gjithë vizitorëve në Shqipëri që dëshirojnë ta shijojnë Korçën dhe gjithë udhëtimet e tjera, por Korça mbetet si gjithmonë elitar. Me shkodranës mirë marrëdhëniet vinë, e kërkojnë. Marrëdhëniet Korçë-Shkodër, përveç se marrëdhëniet e biznesit, ne kemi dhe marrëdhënie krushqie, kështu që jemi shumë afër me njëri tjetrin. Bashkëpunimet janë të shumta edhe me agjenci turistike nga qyteti i Shkodrës, me grupet që ne bashkëpunojmë dhe është një bashkëpunim i suksesshëm.
Okej, ne gjetëm një hotel tu, po ju dispononi dhe një agjenci dhe janë të alternuara shumë mirë gjëra. Ne mund të afrojmë edhe paketa turistike duke marrë grupe që nga Korça me minibusat e agjencisë dhe bëjmë turin qoftë brenda Shqipërisë, qoftë jashtë, nëpër qytetet e Shqipërisë, nëpër Ballkan, nëpër Greqi që kemi afër vendet kushtare. Pra një rrezë shumë dhe gamë shumë e gjerë. Si mund t'ju kontaktojnë? Te agjencia si funksionon zakonisht? Tek agjencia ne mund na kontaktojnë nëpërmjet rrjeteve sociale që kemi Facebook, Instagram, gjithashtu dhe numrat e kontaktit që kemi të afishuar tek agjencia jonë. Agjencia turistike Xhafa Travel. Okej, dhe bëhet fjalë për grupet e vogla, grupet e mëdha apo mbulojnë të gjitha Ne mbulojmë të kapacitetet? gjitha kapacitetet. Duke filluar nga minibuzat me 8 vëndësh dhe unë sapo nisa një grup sot për në qytetin e Ohrit, në Maqedoni. Duke filluar nga grupet të vogla minibuz 8 vëndësh deri në grupet të mëdha 50-55 vëndësh. Okej. Na ka qelluar të vim me agjenci turistike nga Shkodra, por kemi pasur gjithmonë këtë problemin që një pjesë do flinte te kjo bujtinë e thënë ndryshe ose shtëpi e vjetër karakteristike korçare dhe një pjesë do shkonin në një vend tjetër ndërkohë që ndaheshin grupet. Ndalemi pak këtu te hoteli, si funksionon dhe sa janë kapacitetet? Hoteli jon ka kapacitet të bollshëm, ne disponojmë 27 dhoma të tipologjive të ndryshme. Kapaciteti maksimal i akomodimit të personave është 55 persona që akomodohen në hotel. Domethënë, ai autobusi që ka ardhur aty e ka bllokuar të gjithë gjithë hotelin, hotelin. pra asnjëri nuk ka shkuar të flet diku tjetër. Jo. I vura re që kishin harmoni shoqërinë që në Po, mëngjes me dhe morëm njëri edhe tjetrin. disa plane, kështu që është gjë e mirë të gjejmë kapacitete në Korçë, sepse turizmi u duk sikur para 10 viteve filloi pak si papritur në Korçë. Korça e bukur ka Po. qenë gjithmonë, por ndoshta u gjete pa përgatitur për sa i përket akomodimit dhe ju e pas keni këtë Struktura favor. akomoduese ka mjaftueshëm në qytetin e Korçës, paktën sipas statistikave dhe nga institucionet vendore janë verifikuar rreth 3800 shtretër, por një pjesë e madhe janë me kapacitet të larta për të siguruar mjetet të transportit, të themi minibuzat të mëdhenj. Okej, lidhur me çmimet se të gjithë pyesin tani është e pika e dobët Ne si jemi në çmimet familjare, në çmimet standarde, nuk jemi në nivele shumë të larta, jemi për tregun, për klientët ekonomik, të themi. qartë, të cilët Familjar. jo vetëm një ditë, mund të zgjedhin të rinë më shumë se sa një Po. ditë dhe ta kenë si qendër për të vizituar pasaj dhe pikat e tjera. Atëherë grupi që ne sapo që keni parë dhe ju kemi akomoduar është për 3 net qëndrimi në Korçë, që do të thotë ai do vizitoj komplet rrethinat edhe vendet atraksione turistike që ka gjithë zona e Korçës, të themi. Është edhe kjo mundësi tjetër, për shembull vim vizitorë nga Shkodra, të cilët vinë me makina të vogla realisht, mund të jenë 2 makina të vogla, bëhet një grup prej 8 vetash, po mungon informacione për të vizituar vendet turistike dhe mund ta humbasin shumë kohën duke pyetur, gjë që nuk ta favorizon as infrastruktura. Ju merrni përsipër nëse këta persona akomodohen në hotelin tuaj, ti shoqëroni në pika turistike. Kjo ka qenë një pikë forte jona, që kemi shprehur bashkëpunim edhe me hotele të tjera, duke qenë se disponojmë me automjete të agjencisë, duke mbledhur të gjithë turistët që vendas dhe të huaj, ti mbledhim në për hotele dhe ti shëtisim në përgjithë qytetin e Korçës, qoftë edhe me mjetet e agjencisë që nuk kanë mundësi të shkojnë me mjetet e tyre familjare. Dhe ka patur interes, por pjesërisht. Pjesërisht ndoshta nga që nuk e kanë këtë informacion, po kjo është shumë e rëndësishme sepse ka nga ata që duan grupe të vogla ose makinën e tyre sepse nuk ndihen rehat në grupe të mëdha, por problemin e kanë si do ta vizitojnë Korçën se nuk i di vendet ku janë. Kështu që ju merrni përsipër që të bëni guidën dhe ti shoqëroni pa humbur ata kohën. Patjetër, ne i kemi orientuar edhe në guidat që ofron qyteti, edhe në të gjitha sajtet që ofron qyteti, gjithashtu për të vizituar një atraksion turistik, qoftë edhe me mjetet e tyre personale, kur nuk e kanë patur këtë informacion, kemi qenë shumë bashkëpunues dhe dashamirës me klientët. Okej. Një ftesë për të gjithë shkodranët që janë duke të ndjekur edhe po mendojnë sidomos të pikën e fundit, se ata e duan ato makinën e tyre personale për të ardhur. Si u t'i ftojmë shkodranët për të ardhur dhe vizituar Korçën? Atëherë Korça është e bukur edhe nuk është nevoja që ta reklamojmë ne më së shumti. Shkodranët janë gjithashtu bujar edhe shumë ikpritës dhe ne i presim për një bashkëpunim sa më të fritshëm. Se ja. Shumë gjë e mirë. Keni qenë ndonjëherë në Shkodër? Po, patjetër kam qenë tek Alaja e Rozafës, kam qëndruar 2 net në Shkodër, kam vizituar pedonalen e qytetit dhe Korça është një qytet fantastik. Okej, e dini që jemi pak në konkurrencë në thonjza me njëri tjetrin, e dini këtë. E po. ndjeni ju në Korçë se ne atje bëjmë gjoja se kur nuk e shprehin, por ekziston një lloj konkurrence Shkodër-Korçë. Unë nëpërmjet agjencisë turistike kam promovuar shumë Shkodrën, kam sjell shumë grupe turistike
Dhe për këtë arsye më pëlqen bashkëpunimi që kemi edhe me agjensitë në Shkodër. Okej, na bashkon kultura, historia dhe tashmë na bashkon edhe turizmi. Edhe turizmi, që është një pikë kyçe dhe e rëndësishme për të gjithë. Ju uroj shumë suksese dhe shpresoj që përmes kësaj interviste kemi informuar të shkodranët të cilët ta marrin parasysh ardhin në Korçë. Do ta kenë shumë më të lehtë nëse zgjedhin agjencinë Xhafa për travel, për t'u orientuar, po ashtu edhe Hotel Alysa. Për t'u akomoduar dhe për t'u ndjerë si në shtëpinë tuaj. Ju mirëpresim. Faleminderit shumë. Të nesërmen në udhëtimi ynë do të vijonte në pikën turistike të Voskopojës. Voskopoja moderne ndodhet 21 km nga Korça, në malet e Shqipërisë së juglindore, në një lartësi prej 1160 metra dhe me një popullsi rreth 500 banor. Edhe pse jemi në fillim të shtatorit, kohë kur u realizuan këto filmime, qyteza ka mbetur e qetë dhe me pak vizitor. Ndonë se vendosur në një vend të izoluar në malet e jugut të Shqipërisë, qyteti dikur u ngrit dhe u bë një nga qendrat më të rëndësishme të vllehëve dhe shqiptarëve. Voskopoja sipas burimeve u themelua nga Petro Muzaka, fisnik i familjes fisnike shqiptare Muzaka në 1330. Ishte një vend banimi i vogël deri në shekullin 17, por pastaj tregoi zhvillim të fortë financiar dhe kulturor. Disa shkrimtarë kanë pretenduar se popullsia e Voskopojës në ditët mes viteve 1730-60 kishte deri në 70.000 banor. Vlerësime të tjera vendosin deri në 35.000 banor. Çdo kush në qytet fliste gjuhën vlahe dhe shumë prej vllehëve flisin edhe greqisht, që përdorej për të shkruajtur kontrata gjatë tregtisë, por në fakt qyteti ishte kryesisht i populluar nga vllehët dhe mbi 1/3 shqiptar. Ky fakt konfirmohet nga një analizë e vitit 1935 e mbiemrave të familjes, që tregon se Voskopoja ishte populluar nga vllehë, por dhe shqiptar. Një shtëpi botuese operonte në Voskopojë dhe ishte e dyta në perandorinë otomane pas Stambollit. Plaçkitja vitit 1769 nga trupat myslimane shqiptare ishte një nga seritë e para të sulmimeve. Voskopoja u sulmuar për shkak të përfshirjes së banorëve në revoltën greke të mbështetur nga perandoria. Shkatrimi i saj kulmoi me sulmet e 1788-s të trupave të Ali Pashës. Voskopoja u shkatrua nga këto sulme dhe një pjesë e tregtisë u zhvendos në Korçë dhe Berat. Por sot ne gjejmë një Voskopojë pothuajse të ndërtuar nga e para, duke përjashtuar disa objekte kulti që kanë rezistuar ndaj shkatrimeve deri në ditët tona. Dhe do të ndalemi tek ajo që është më kryesorja këtu. Kisha e Shënkollit është një monument kulture me rëndësi të veçantë kombëtare për vlerat e saj arkitektonike dhe artistike, të frymëzuar nga trashëgimia e kultit bizantin. Monumenti përfaqëson edhe një dëshmi të prekshme të rëndësisë historike të Voskopojës. Kisha e Shënkollit është përfunduar në vitin 1721. Struktura konsiston në një ndërtim prej guri të tipit bazilikal me naos me kupol, narteks dhe hajat. Brendësia e kishës është dekoruar me piktura murale të ekzekutuara nga mjeshtri i shquar David Selenica dhe bashkëpunëtorët e tij Kostandini dhe Kristo. Për fat të keq, edhe pse fundjavë, kisha qëndron e mbyllur dhe ata që kanë bërë rrugë të gjatë për ta vizituar zhgënjehen plotësisht. E megjithatë, një shëtitje në Voskopojë është vërtet e bukur dhe në këtë qytet të gurt, tek i cili punimet karakteristike vijojnë, japin shpresë për një zhvillim të mëtejshëm të këtij vendi dhe një arsye më shumë se përse duhet të vizitojmë Korçën, por dhe Voskopojën.
Dhe ky ishte reportazhi që ne kishim përgatitur. Erse Korç dhe Voskopoj. Ua sugjeroj të gjithë teleshikuesit që e kanë ndjekur ta bëjnë një gujë të tillë se do të mbetet me të vërtetë mrekulluar. Dhe nga kjo gujë e bukur do të kalojmë në materialin e dytë të emisionit Pushosh Shqiptare, që lidhet me një aktivitet shumë të rëndësishëm të realizuar pa kohë më parë në qytetin e Shkodrës. Bëhet fjalë për Lojra Popullore Fest, një organizim i dhëdor. Unë ftoj të gjithë teleshikuesit, dhe jo vetëm ata qytetarë që e shijuan nga afër gjithë aktivitetin e grupeve të shumta artistike, që të ndjekin një organizim perfekt. Një organizim që ka krijuar një traditë mjaft mirë në qytetin e Shkodrës, që bashkon gjithë shqiptarinë pikërisht në kryeqendrën e Veriut, që janë grupe të shumta që vinë edhe nga Maqedonia, edhe nga Kosova dhe krijojnë një kolorit jashtëzakonshëm pikërisht në qendër të qytetit përpara oborit të Bashkisë Shkodër. Le të ndjekim këtë aktivitet dhe pse jo të përfshihemi, edhe pse shfaqja ka përfunduar, të përfshihemi në emocionet e fituesve. Ndjekim materialin. Sa shqyqyri i ka një due, sa shqyqyri, sa shqyqyri, sa shqyqyri i ka një due, sa shqyqyri, sa shqyqyri. Tashmë, shndruar një traditë, ky edicion sjell përrisi shumë miq të ftuar që marrin pjesë ndoshta për herë të parë. Siç filloi dhe siç ka kaluar e gjithë periudha e verës në këtë shesh festiv përpara Bashkisë Shkodër, me pjesëmarrjen e të shumta trupave artistike që kanë demonstruar artin e tyre dhe dashurinë për Shkodrën, gjë të cilën ne e çmojmë dhe e vlerësojmë dhe ju urojmë të gjithëve edhe mirë se vini, edhe mirë se të na vini sërish gjithmonë me promovime të reja, me emocione të shumta, të cilat ne si Shkodër dhe si bashki i dëshirojmë edhe i promovojmë vazhdimisht në funksion të argëtimit të njerëzve, por edhe të promovimit të turizmit për qytetin tonë.
vendi i tretë në lojra popullore, edicioni 18 e fiton Shoqëria Kulturore Artistike Devolli. Mirëpresim një përfaqësues nga grupi Devolli ka fituar çmimin e tretë në lojrat popullore Fest, edicioni 18 i mbajtur në Shkodër 27 shtator 2025. Jemi tek vendi i dytë. Në vendi i dytë shkon për Qendrën Kulturore Kaçaniku Kosovë. Për paraqitjen e mirë dhe programin e pasur artistik në ngjarjen rinore Lojra Popullore Fest edicioni 18. Kjo ngjarje është realizuar në Shkodër me datë 27 nëntë 2025 nga organizata OJP dhe Dorë me mbështetjen financiare të Këshillit Qarkut Shkodër dhe Bashkisë Shkodër. Kaçaniku. Mirëpresim një përfaqësues nga trupa e Kaçanikut për të marrë vlerësimin, kanë fituar vendin e dytë dhe tani jemi tek vendi i parë dhe kupa e festivalit. Për të ndarë kupën e festivalit, do t'i drejtojemi zëvendës kryetares edhe për ta anoncuar, po edhe për ta dorëzuar. Fiton vendin e parë dhe kupën e festivalit në edicionin e 18 të Lojra Popullore Fest. Shoqëria Kulturore Artistike Jahi Hasani. Jahi Hasani, Qenglan Gostivar, janë fituesit e vendit të parë dhe kupës së festivalit Lojra Popullore Fest. Dorëzojmë edhe kupën. Mirëpresim dhe zotrinj Zani Mehmetin për të shohur këtu mes grupit të tij. Takzoni çmimin yje, gëzon Shqipërinë. Çavadanin via via, është Kosova, është Shqipëria. Resi zemër qifteria, o sa e nade
vlerësim, si shkoi edicioni 18? Unë do thosha që ky edicion do të matë më në gjatë, për vetë larmin e trupave, e programit, do thosha që do matë gjatë për faktin që ne kemi 3 ditë që organizojmë lojra popullore, kemi dalë nga Shkodra. Shkodra meriton shumë, normalisht edhe jep shumë, por fillume në Vaun e Des, në Hajmel, pastaj shkume në qytetin e Kuplikut, kjo është nata 3. 3 net kanë valle, lojra popullore, folklor, kostumografi, tradit, po s'ka më mirë, Kozeta. Mendoj që ky ishte edicioni më i mirë që kena pas në gjithë kohërat tona. Më vjen mirë që në çdo vit ky festival ka shikueshmëri, ka rritje. Këtë vit do ta vlerësoja edhe si një risi që solli, mbasi përveç qytetit Shkodrës atë e pam të çvendoset edhe në Koplik apo në Vaudejës, në Hajmel, e kjo tregon që sa më shumë këto festivale të futen në komunitete të ndryshme aq më mirë, sepse në fundit janë vlera të rëndësishme të trashëgimisë tonë kombëtare. Kastriot Fasi me shoqatën Rëdor, po unë do të thoshe edhe Bashkia e Shkodrës që e mbështet këtë festival, kanë gjetur një motiv për t'i dhënë Shkodrës dhe jo vetëm Shkodrës, jo vetëm vlera të qëndësishme të trashëgimisë tonë kulturore, po mbi të gjitha për të trashëguar traditat tona, sepse unë jam i mrekulluar që në këtë festival shikoj për herë më shumë fëmijë të rinj që janë pjesë e tij, shikoj që adhurojnë këngët, që adhurojnë vallet folklorike dhe kjo është nga arritjet më të mëdha që ne duhet të konsiderojmë për një festival. Edhe këtë vit, në edicionin 18 ju shpallët fitues dhe me sa kemi kuptuar jeni disa herë fitues në Shkodër. Çfarë ju bën juve që t'jeni fitues? Jemi edhe fitues, po besoj që kemi fituar edhe zemrat e publikut, unë kam dëgjuar komente jashtëzakonisht bukura. Kjo është meritore, besoj, sepse në një konkurrencë që ne vim nga festivalet ndërkombëtare, normalisht që këtu sollëm atë që është tipike Gostivarit e traditës tonë dhe etnografisë së zonës sonë. Besoj që grupi ka treguar një gatishmëri, një disiplinë të jashtëzakonshme dhe ka përballuar atë që themi ne panikun apo frikën se dalim me një qytet të kulturës shqiptare. Besoj që kitë çmim do t'u jap motivacion edhe të rive që vim pas gjeneratat e reja që na vinë. Është hera e dytë që marrin një pas një vendin e parë, kupën e festivalit. E përgëzoj jurin që ka bën një vlerësim besoj real dhe ajo që më bën krenar është që gatishmëria e grupit të që çdo herë të dalë në skenë dhe të përgatitet sa më mirë që ta meritojë çmimin. Çmimet janë motivacion, po janë edhe obligim që të mundemi më tej të vazhdojmë me këtë ritëm që Gostivarin të përfaqësojmë me dinjitetin më të madh. Okej, ju faleminderit dhe suksese gjithmonë. Faleminderit. Ky pra ishte dhe materiali i dytë që ne kishim përgatitur për emision Pusha Shqiptare. Në pjesën e parë ne dham një reportazh për një gujtë fantastike që përfshinte Ersekën, Korçën dhe Voskopojën. Nuk jemi ndalur në gujtën tonë drejt jugut, por mbetet për emisionin e ardhshëm që t'japim qytetin e Pogradesit, por të alternuar me një zonë veriore të Shqipërisë, e cila do të jetë ajo mbetet për t'u treguar javën e ardhshme. Ndërkohë ju rikujtoj se ritransmetimi i emisionit është ditën e njëjtë në orën 15:30 dhe ju lë në shoqërinë e programeve të TV1 Channel. Vazhdoni qëndroni me këtë televizion dhe mos harroni Pusha Shqiptare të mërkurën e ardhshme.